një bindje nuk e ndajmë dot. Nuk e ndajmë dot. Bindje që ne jemi pasardhësit e Skënderbeut, pasardhësit e Ismail Qemalit, ne jemi pasardhësit e gjithë bartësve të amanetit që ka të shkruar fatin europian të shqiptarve. Na ka ardhur në dorë, si që erdhi në dorë të gjitha atyre që në mars të 92-shit shkuan dhe votun për Partinë Demokratike. Shumica e tyre nuk ishin me Partinë Demokratike, por ama ishin me Europën, ishin me lirinë, ishin me demokracinë. Dhe donin t'i vinin vullën një darje me të kaluarën. Dhe vajtën atje. 6 muaj më mbrapa e xorën prapë në pakic Partinë e Bufit. Por ama me 22 mars nuk ishte një zgjedhje për partit, ishte një zgjedhje për Shqipërinë, Shqipëria në Europë, apo Shqipëria akoma me hijen e të shkuarës. Dhe e bën shqiptarët. Disa tjerë bën ato që bëra dhe unë. Unë për Bufin nuk shkosha i gjallë për të dhënë votë. Se ja kam një herën sa e kam pa ke qyteti studenti. Ja kam një herën e Tesrës Partisë Punës në xhepin e Partesys Bardh. Që thoshte Ramiz Alia është presidenti jonë dhe nuk mund të votoja për Bufin. Por ama si mundet unë të shkoj të votoja për një parti tjetër në 22 mars. Kur 22 marsi ishte vendimarrja midis Europës dhe të shkuarës, nuk mundesha. Atëherë nuk shkoa fare në votim. Kështu që ata demokratë që e kanë kaq problem fytyrën time, që më kanë kaq problem mu, që na kanë kaq problem ne, që kanë kaq problem komunizmin që ka vdek, dhe që në qoftë se ka një qeliz komunizmi që jeton akoma, është mukje truni i vogël i Bufit Kënetës. Ata mos shkojnë fare votim. Po jo të shkojnë të hudhen Kënet. Po ne me zije nëzorëm kavaje nga Këneta. Ne i dham kavajes detin. Ne hapëm vijën ujore për ta lidh kavajen me detin. Qa duhem ta mulla? Si mund të qohet robin mjes ditën e diel? Edhe të shkojt maj radh për të hudhë në Kënet. Si është kjo? Po për qarje, për qarë, për shku ke berberi këtu, për qarë, kot, pa lidhje, për qarë, sepse asë nuk kanë në i shansë të fitojnë, do thoni ju po mirë, në qofë se ata s'kanë shansë të fitojnë tipë se bërtet ka shumë, sepse ne nuk na duhet një shumic aritmetike, ne na duhet fryma e bashkimit e shprehur në një shumic shqiptare. Ne na duhet që kur të vinë ata burrat dhe ato gratë që tha Pandi nga gjithë Europa tek sheshi Skënderbej në 16 maj ta marrin shumë të fortë mesazhin e 11 majit. Jo ne socialistët, jo, ne populli shqiptar duam të bëhemi pjesë dhe antar të bashkësisë së popujve të Europës.